tym të bardhë në parlament për avokatin e ri të popullit, se Endri Shabani duket se ai që pritej që ishte opozitar i ri që do rrethonte sistemin, tani me votat e sistemit mund zgjidhet avokat populli. Unë dua të jem tek qytetarë që na ndjekin vazhdimisht realist, pragmatist, se do të thoja faktik, që ti them qytetarëve disa gjëra të cilat ja kam thënë para zgjedhjeve, po më kanë thënë pse flet për të rit kështu, ti duhet i përgëzosh, duhet i përkrash, edhe shumë gjëra të tjera. Fillimisht, ju them të vërtetën, kam reflektuar dhe them, po jo, pse t'jem kaq shumë i keq, duhet pak ta modernizoj pak situatën kritike ndaj tyre dhe e pat ju gjatë fushatës 2-3 gjëra thoja edhe u shmangja për shkak të situatës se edhe njerëz kanë një farë të drejtë. Edhe respektova, por nuk mund ta respektoj deri në fund kur unë shikoj që situata po te i kaloj dhe për degradon. Pra patara akoma raporti për zgjedhjet e OSBE-ut dirit, Shabani mori firma, mori firma te atyre, shiko tani, se duhet të kuptojmë diçka. Kemi zotin Lapaj dhe zotin Shabani. Zoti Shabani me zotin Lapaj krijuan një incident që kishte të bën me tezet motrat vëllezërit ato gratë që kishin futur në lista. Mirë. Ky incident unë e komentova më vonë dhe thash ky quhet keqbesim. Dhe aty fillova duke kritikuar sepse të rit nuk mundet të formojnë grupe partie me keqbesim dhe jo mirëbesim. Dhe kjo gjë më ka bërë përshtypje që është bërë nga njerëz të cilët kanë edhe një, do thoya, në kuptimin e qytetarisë, kanë dalur jashtë shtetit, e kanë parë botën me sy, kanë bërë trajnime, janë kualifikuar, kanë një bagazh arsimor, mirë, dhe vinë në Shqipëri dhe çfarë bëjnë? Bëjnë të kundërtën që ndodhin në vendet perëndimore. Pra, në rast se zoti Lapa dhe zoti Shabani duan të shkojnë në Bashkimin Evropian ose të japin vlerat europiane, nuk mundet këtu të na japin modele se si familja duhet të mbroj partinë. Mirë, dhe këtë gjë e bën ata. Ajo që Shabani mësoi në Oxford. Po nuk ka lidhje kjo gjë, nuk më intereson fare më ku mbaron tjetri, çfarë bën tjetri. Se e di pse nuk më intereson, sepse i zoti duhet të jesh atje dhe kur shkosh tek praktika, jo tek teoria. Te teoria të gjithë jemi të shkëlqyer, le të kemi mbaruar me jo me ari, po mos them edhe të tjera nota dhe mos them me 20-30 nota. Por e rëndësishme e kësaj gjë është kjo. Këta zotëri politikisht shkuan dhe thanë tek populli shqiptar, Saliu dhe Edi janë e keqa. Ky sistem duhet përmbytet. Po, përmbysja e këtij sistemit kush e bëri? E bëri zoti Lapaj? Jo. E bëri zoti Shabani? Jo. Madje zoti Shabani vajti dhe mori votat ose firmat e deputetëve që urrente sepse thoshte këta janë qenët dhe klyshat e Saliut. Jemi dakord po apo jo? Po e votuan gjithë ata. Ai e ka thënë në çdo intervistë, Saliu e keq këtij vendit dhe mirë e keq këtij vendit. Dhe shkoi dhe i mori firmat. Pra populli duhet kuptoj që njerëz të cilët të shajnë nga mjesit deri në darkë, atë të cilën shkojnë i kërkojnë firmat, duhet kenë kujdes. Pse duhet kenë kujdes? Sepse ata kanë sharë zotri. E kupton, kanë sharë. Që do thot, i kanë thënë, Saliu hajdut, Iliri hajdut, Edi Rama hajdut, Ilir Beqa hajdut. E kanë thënë në televizor, nuk është se po e shpifun. E kanë thënë, shko kapi në YouTube dhe shikoj që e kanë sharë, i kanë sharë. Tani, ti nuk mundesh të na thuash që do të ndryshosh mentalitetin ton, mirë, kur ti e din shumë mirë që ti ke qenë njeriu që e ke trashëguar atë mentalitet dhe thjesht e mbaje sekret për të na treguar ne se sa europian je, duke na qitur ne që ke jetuar jashtë shtetit, je doktor, profesor, ku e di unë çfarë je. Avokat, po ndoshta u përzua avokat, nuk e rrezoi dot sistemin, nuk bëve sistemin. Mos ishte loje sistemit ky. Që të shash sistemin edhe të kesh kredenciale, sepse ti e di shumë mirë, prezenca ime që dalte ty disa vjeçare, nuk besoj se ke dëgjuar që kam shajt dikë hajdut unë. Nuk ka, edhe si kur ta kesh në perceptim që dikush është hajdut, ti nuk mund të cenosh prezumimin e pafajësisë të tjetrit. Pse? Unë nuk kam dalë këtu të knaq plakat e lagjës apo ata të cilët rrinë në balkon që bëjnë thashë theme për tjetrin. Nuk dalë në emisione apo në portale duke knaq njerëzit.
duke bë thashetheme, apo duke marrë në përgoj njerëz dhe jetën e tjerëve, edhe karrierën politike të tjerëve. Unë e kam thënë zotri, përmes votës ndëshkohet politikani, përmes burgut politikani favorizohet. Do shkojmë në Saljanin pastaj të flasim. Pra, e kuptove rastin, pra këtu duhet tek populli të themi këtë gjë. Zoti Lapa dhe zoti Shabani bërë një marrëveshje politike për të bërë ndryshimin. Dështuan të dy së bashku në mënyrë spektakolare. Pra, nga njëra anë i bërë një fresk spakut duke çfarë bërë? Duke bërë fresk dhe duke thënë që bravo arrestime këto se ata mendonin se i thoshte Juri Kimi dhe mashtrues të tjerë, i thoshin që do të marrë një vota sepse do shkërmoqet PD-ja, do PS-ja me kaq arrestimet, mirë PL dhe kështu me radhë, duke mashtruar veten e tyre dhe të morën të paktën një deputet. Pra, dhe atë deputet me zor sepse në fund fare arritën keqbesim ndaj njëri tjetrit. Çfarë ndodh në 11 maj, u thash i nderuar